votën e marë duhet dhe do ta kthejmë në dobi të çdo shqiptari, të çdo komuniteti, të çdo lagje, çdo qyteti. Natyrisht që nuk është normale që unë të jem pjesë e diskutimit për buxhetin e bashkisë, duhet ishte kryetari i bashkisë, por ju e dini shumë mirë situatën si është zhvilluar, është për të ardhur keq, po ka shumë gjëra për të ardhur keq, kështu që përfundimisht s'ka që na vjen keq fare, po duhet të shohim përpara që çfarë nuk thuhet në këtë vend, po nuk është vetëm ky vend, është gjithë bota që jeton në një atmosferë të helmatisur nga dhjetrat e titujve në sekond që dalin në për faqet dhe ndërfaqet e botës digjitale dhe ndër 100 tituj që lexoni ju siguroj për sa më takon dhe për sa na takon 95 janë ose gjysmë të vërteta që janë gënjeshtat më të mëdha ose janë komplet rrena. Dhe e solla këtë në vëmendje sepse kur kryetari i bashkisë u mor nga zyra për të mbyllur në qeli pa gjyq. Atëherë për herë të parë e ngrita zërin lidhur me një proces në të drejtësisë, duke thënë që kjo është disproporcionale për faktin se cila do qoftë arsyeja ose cila do qofshin arsyet pse drejtësia heton kryetarin e bashkisë janë të pamjaftueshme si arsye për sa kohë kryetari i bashkisë nuk ka vrarë njeri dhe nuk është kapur në flagrancë duke bërë një krim për ta lënë Tiranën pa kryetar bashkie të zgjedhur. Gjithsesi, pavarësisht se çfarë ne mund të themi ose të mendojmë, drejtësia është e pavarur. Fal një hapi të jashtëzakonshëm që ka bërë Partia Socialiste për ta pavarësuar drejtësinë në Shqipëri pas 100 e kusur vjetësh shtet shqiptar kur drejtësia s'ka qenë kurrë e pavarur. Pastaj koha kaloi në të gjitha shkallët ku kryetari i bashkisë kërkoi rikthimin në detyrë dhe hetimin në gjendje të lirë e humbi gjyqin dhe kur u ezauruan gjitha shkallët ishte gjëja më normale që të mendohej për qytetin, të mendohej për njerëzit që kanë dhe ata një të drejtë shumë të madhe themelore, e drejta për të qeverisur nga të zgjedhurit e tyre. Dhe kjo ishte arsyeja pse ne ndërmorëm hapin tjetër, që të hapim rrugën e zgjedhjeve në Bashkinë e Tiranës. Nuk ishte një hap për të fajsuar kryetarin e bashkisë, as një hap i lidhur me faktin që kryetari i bashkisë mungonte në detyrë se kishte arsye të vetat. Po ishte një hap i lidhur me faktin që kryetari i bashkisë në pamundësi për të kryer detyrën të mos kthehej në një problem gjithmonë e më të madh për qytetin, sepse qyteti asnjë qytet nuk mund të qeveriset me telekomand apo me delegim. Pavarësisht gjithë punës madhe dhe përpjekjes që bën Anuela bashkë me nënkryetarët, qyteti ka nevojë për të zgjedhurin legjitim që ta drejtojë atë. Është gjë më normale. Dhe pavarësisht përpjekjes që bëm, përsëri nuk ja dolëm, sepse gjykata kushtetuese refuzoi t'i hap rrugë zgjedhjeve në Tiranë, duke përcaktuar pamundësinë e kryetarit të bashkisë për të qenë në detyrë dhe nga ana tjetër duke përcaktuar që nuk është e drejta e Këshillit Bashkiak
dhe e qeverisë që të hapin rrugën e zgjedhjeve duke e larguar kryetarin e bashkisë, për sa kohë ai ka munguar sepse nuk i është dhënë mundësia që të vijë.